Ti the që je baterist apo jo? Po, përpiqem. Jo, vërtet dua ta kuptoj, domethënë deri në çfarë mase përpiqesh? Po se them jam baterist, duhet të jem domethënë nuk jam profesionist, as i afrohem asaj linjës profesioniste, po kam një bandë që luajmë. E di pse të pyes se diku të kam parë. Dhe ta them sinqerisht, nuk po, domethënë diku të kam parë. Çfarë bande? Po janë kështu band underground, band metali. Edhe me ata i organizojmë vetë këto koncertet apo live-et që bëjmë. Juve ose luajmë jashtë, se jashtë na marrin më shumë se këtu s'është janë shumë ka shumë pak ndjekës në një kulturë të tillë po themi të. Po, edhe fatkeqësisht ka shumë më pak se sa çka patur më përpara. Tek Deathi, ë? Po, Death Doom atmosferike kështu. Po. Shumë e bukur, atmosferika shumë e bukur. Çfarë kish interpretojnë zakonisht njerëzit për metalin? Po këtë anën e drograve dhe këtë anën satanike. Domethënë kur dëgjojnë metal, gjë e parë që ju vjen është satanai dhe drograt. Është satanai duke bërë kokain në ferr, nuk e di pse ka ngelur kjo prej vitesh, por që s'ka lidhje. Nëse nuk do ma kishte thënë që kjo është lloji i muzikës, nuk do ta besoja se ata zakonisht i kanë flokët kështu me rasta me apo. Jo, i kanë ose rasta i kanë, po i kam gjurën e lëkurës edhe s'duken. Me sa di unë i kanë ose të gjatë ose tullac. Është rregull. Ose jo se është rregull, po ku ti unë shumë kanë gjatë duan se i mbahen për të shkundur kokën. Domethënë ideja është që instrumentisti, kitaristi i ka gjatë se duhet bëj atë riffin, ndërkohë që bateristi po edhe bateristi deri diku e bën. Po kur ka flok në. Po. Ky nuk është rasti. Unë jam në punë. Po si lindi kjo dëshira për baterinë? Po këtë e kam patur shumë të hershme në fakt që kam qenë 4-5 vjeç, nuk e di. I bie gjërave në shtëpi në martesën e Dajës. Erdhi orkestra që ishte dhe bateristi aty dhe aty u dashurova me bateristin në fillim, pastaj me baterinë. Se kishte bateristin. Ishte me flokë të gjata. Ti nuk e dije që ky do ishte fati. Edhe që bateria jo flokë të gjata. Edhe që atje u dashurova me baterinë edhe më ngeli kështu e ngolitur në. Pastaj e ke praktikuar vetë, po themi. Pastaj vetë kur shkova në gjimnaz gjeta një mundësi ku të luaja baterinë, se është edhe instrumenti i zhurmshëm shumë edhe në shtëpi nuk e mbam dot. Edhe ishte një si tip qendre kulturore në Korçë. Se Korça është plot me qendra kulturore që për informacion. Vërtet po thua? Jo, more, që vetëm kjo ishte. Po se mund të ishte. Jo, vetëm kjo ishte një tek te Pallati i Kulturës. Po se Korça apo të tjera. Jo, atë në atë kohë kur isha unë në gjimnaz para 40 vitesh, po ka patur. Ishte mirë, dhe atje fillova që luaja, fillova me këta shokët bëm një bandë amator fare normalisht. Po me kalimin e kohës jemi përmirësuar. Tani kam banda të tjera, bandë tjetër, po që me ata të Korçës vazhdon të bësh. Po, vazhdon, i kam miq, na ndau jeta. Për performanca kanë. Jo, bandën e Korçës nuk e kam, po jemi miq akoma. Tani ti ke një band që luan më shumë. Po quhet Morgu. Morgu, po. Morgu. Kush janë se mos njoh në një aty? Mi të lutemi përmend. Edhe i përshëndesim çunat me këtë. Po, asun se njohësh po. Është turp të vi. Jo. Po me emrat e them Beni, Andi, Dario, Edvaldi. I përshëndesim. Ua ça emra që për muzikën që bën. Po, janë emra cute. Të mirë jemi, të mirë. Ata të Korçës. Ata Elvis. Olger, edhe një që ka ikur në Amerikë, normalisht. Po, Koça. Koça ka pasur. Koça. Koça ça instrumenti luan? Basin, po. Bas. Ajo kitara me 4 tela. Me 4 tela, kitare e madhe. Po, si duhet orkestër quhet mos band. Cilat janë instrumentat që duhen patjetër të jenë? Po, më bazike është kitar, bas, bateri. Kurse këto që janë pak më të ndërtuara siç jemi ne, janë 2 kitara, bas, tastier edhe bateri. Po, edhe vokalin. Në një muzikë aq të zhurmshme, si arrini të komunikoni me njëri tjetrin në Po, aq e zhurmshme duket nga një vesh i pa trajnuar që se ka dëgjuar atë. Po, edhe nuk funksionon mirë. Po, edhe unë ashtu kam qenë në fillim, nuk është se edhe unë kur e dëgjoja në fillim me zhurmë më dukej. Po pastaj kur futesh e dëgjon
të hapet një horizont i ri në rrymat muzikore dhe s'të duket më zhurmë. Po, tani ti kishe fiksimin t'i bie baterisë apo të shkoje tek kjo lloj muzike? Fillimisht baterisë, pastaj rrymën e zbulova më vonë. Si e zbulove? Ke pas në një periudhë kështu depresive në jetë? Jo. E kisha më vonë atë depresive, pasi zbulova muzikën. Po kam dëgjuar rastësisht një këngë të Nirvanave. Okej. Për disa vjeç, edhe më pëlqeu shumë edhe u interesova, pyeta lart e poshtë kush janë këta, derisa zbulova që ishin Nirvanat, pastaj shkova mora një album të Nirvanave, pastaj zbulova Metallica Ka qenë kjo koha e diskeve? e kasetave. Kasetave. Sa kohë të shkuar. Po. Edhe atë i dëgjonim kështu albumet nga fillimi në fund, se një kisha vetëm. Edhe dëgjoja gjithë ditën atë. Pastaj merr albumin tjetër e dëgjoja atë një vit vetëm atë gjithkohës, edhe i mësoni me tekste, me sa minuta ishte çdo këngë, çdo detaj të këngëve. Edhe kështu nisi. Po. E thekt kasetën e Nirvanave në fillim. Po. Edhe pyet e lart e poshtë ku ti është ky? Jo, pyeta për këngën se e dëgjova në radio këngën. Se s'kishte Google atë. Edhe ndërkohë që luaj kënga pyeta atë poshtë. Pyeta në shtëpi kush janë këta. Është kurti. Është kurti djali Fazliut ai. Po pra, I kujt është ky? I kujt është ky? E ti pse të pyeta, ha ndonjë kokosh me qira fjala po duash, Ose Bono, cilën të duash, si ke punët me sheqerin? Nuk e përdor, po E do një Bono? se do marr, unë do marr për A vetë. mos ma prish. e mirë, me që Se unë do marr vetë, kështu që ti mos na kurse kot. E gonti cilën do? Atë me çokoladë. se unë çfarë Kujtë. Apo do ti me çokoladë? Jo, në rregull, me kajsi. Me kajsi. Shi. E si, ua që më kujtove një histori. Ne në shtëpi, ta tregoj, ose besoj bezdisen. Jo, thuaj. Po bezdisim do ta themi në mes të historisë. që- Okej, mirë. Ndërkohë unë po e hap edhe po e hap. Vazhdo. Mos harroni croissant Bono. Më kujtove një histori me kajsin, se kur isha e vogël, ne kishim bjell një pemë kajsie që kishte mami dhe babi, ja 5 vite që priste që të bënte kokra. Ajo atë vit kishte bërë kokra, unë e pash, tash çan këto gjëra jeshile kaq interesante. Çka ti provoj herë, më pëlqeu e para dhe kputa të gjitha. Gjitha kokra. E zbrazë pe më fare. E zbraza të gjitha. Po nuk më rahën, falëzon. Po si e zbrazëm? Ki pesi për pem. Patjetër. Lutem shumë. Sa kokra kanë qenë kaq. Ja, pak ishin. Hera e parë që mirë, bënte okay, kokra ajo. I zbraza të gjitha. Hera e parë ja morë shpirtin. Nuk u kurseve fare. Fare. Po tani ekziston ajo pemë? Jo, tani jo. E kanë Po, presë. S'bën me kokra. Sa keq e ke përdorur ti. Është keq përdorur. Është gjithë i fajut që. Po ti si e kaloje fëmijërinë, se ndava një kujtim timin, po Rrugicave të Korçës. rrugickave të Korçës. Apo thuhet rrugickave Po të Korçës. rrugicave thuhet, po mire ka. Dhe ç'bëje rrugickave të Korçës? Po në verë luanin futboll, në dimër bënim ski, se atëherë binte borë shumë në. Vërtet? Po. Bënit ski në Korç, Po. brenda. Ski Qytet. domethënë Me jo, qa? jo kështu ski profesionale me kështu me slita të bëra vet me vendosnim kështu hekura, drasa poshtë këmbëve ç'të na shpikte mendja. Po kishte shumë borë atë, ishte akulli 20-30 cm në për rrugë dhe Tani nuk bie Rëshqisë më çdo bor, gjë. Jo, tani si më shumë. përpara. ja tani bie një mban kështu një ditë, kurse atëherë binte borë rinte 3 muaj nuk lëvizë akulli. Beson që Greta Thunberg ka të drejtë për shqetësimet e saj lidhur me ndryshimet klimatike dhe Të shkoj në shkollë njerëz e lanam ka bërë mungesa pafund. e o mirë se si quhen asaj. E po atëherë kjo është nepotizëm. Ne E kam na ikur. përjashtonin po të bërim mungesa. E po, ne jemi këtu. Ajo është Greta, ajo ngre zërin për një nismë Po që edhe ka ndryshuar planetin. mbase me hapat vegjël çdo ditë. Po lufta në Gaza prandaj ndaloi se ngriti zërin Greta Thunberg. Vajti me anijet. Po. Bëft mirë Egon. Faleminderit. Për ty E di pse pi edhe pak ujë. Mos Hidratimi është gjithmonë i nevojshëm. Ti kesh momentin më i sekretshëm që të ka ndodhur në skenë obez. Po se Mund të jenë disa, po ja, përveç asaj vrimës së zezë. ajo është, nuk është. Ky është sikleti më i madh që mos nuk reagojnë njerëzit. Që të dështon batuta, po po s'ka ndodhur ndonjëherë të jesh mbytur, ku di unë. jo. Të t'jenë marrë mend.
Duhet patjetër të nuk e plasur gjakun nga syt. Se parashikon situata apokaliptike. Më thua që më të tmerrshme që ka ndodhur. Atë ka rënë ai dritë në kokë. Mirë për ty që nuk ka ndodhur se Po zakonisht performuesve në skenë s'para jo ndodhin kështu gjëra, shumë rrallë. Është ajo adrenalina e skenës. Okej, për shembull, po themi situatë që është e sikletshme, nuk e di si funksionon në rastin e stand-upistëve. Është të harosh çka ke për të thënë. Po mira, jo, normale ndodh, po nuk është se sikletose, më haron, vazhdon me tjetrën. Vazhdon me tjetrën apo thjesht edhe e përfshin këtë gjë që ndodhi harresën tënde tek. Jo, thjesht e leja ikuja, e humbe momentin. Kështu që nuk ka një moment të dytë për ta rikthyer. Edhe mund të ndodhë që mund ta lidhesh me ndonjë detaj. A ndodh të qeshësh edhe vetë me batutat e tua? Ja. Ndjej krenari, domethënë e kuptoj që kam gjetur diçka që mund të funksionojë. Edhe aty them, shiku më shkon mendja, shejtan jam. Po që jo të qesh, domethënë, thjesht e kuptoj që mund të krijoj të qeshura kjo lloj batute, po vetë është si kjo puna që nuk guduliz dot veten. Besoj. Ja, e thoshte edhe një studim dje lexova që pse nuk e godelis dot veten titullin lexova. Edhe cila ishte përgjigjja? Po nuk e lexova shpjegimin. Ishte përgjigje shkencore domethënë. Nuk e lexova shpjegimin, lexova vetëm titullin. Me që ishim tek ajo bisedë. Kush po e ndjek mund të na shkruajnë komente pse nuk e guduliz dot veten. Ne po vërtet. Do të jetë për çështje surprize, besoj që ti e di që po të vjen. Po. Kur e bën vet. E ke përgatitur veten shpirtërisht mos të qeshësh. Po s'ke pas asnjë situatë tipit ke thënë një gjë, ka qesh publiku ja ke futur edhe ti të qesh përse s'po ndaloje dot. Në sken po. Sidomos kur të vjen një kështu e momentit, atë mund të rrshqasë në një buzëqeshje. Buzëqeshje. Po buzëqeshje, të qeshesh të qeshesh tamam me veten, si të flasësh me veten. Disa qesh shumë për Zot. Ashtu? Për Zot. Kam përshtypjen që duhet kontrollohet. Ka ardhur momenti tani. Mosha bën vetë. Ngarkesa bën vetën. Po jo, nuk të qesh me të madhe kështu. Jo, në fakti si natyrë nuk e di pse, po ti përshtypjen që nuk paraqesh me. Po jam natyrë serioze kështu. Po si ka mundsi? Edhe stand-upiste dhe natyrë serioze. Po duhet të balancohen çik gjërat se po të isha tralala gjithë kohës, pastaj nuk do ndjeja as vetë ndryshim në skenë. Tani, ka një problem të madh, sa serioze u bë. Ç'është problem? Filluan problemet direkt. Ka një problem të madh me artistët që përgjithsisht bëjnë humor, që edhe kur thon diçka serioze, pavarësisht mimikës së tyre të fytyrës, njerëzit nuk i marrin dot seriozisht. Ka ndodhur ty? Të marrin seriozisht ty, domethënë. Jam klon apo jam jo ka gjëra, ndio. Sa që sharake ti nga. Jo, e di këtë ndjesinë që kur shikon komedian ti qeshet automatikisht nga. Po mua s'besoj, vetëm nga s'besoj, sepse besoj që nga ky far serioziteti që ndoshta kam kështu si në pamje. Edhe s'kam parë ndonjë që të më shikojnë sy të qesh. Ose qeshin, ndoshta që qeshin tallen me mua, po jo. Dukesh që vjen për të qeshur. Egër sigur. Ose ndoshta nuk jam marrë aq gjatë me këtë punë saqë t'ja u krijoj njerëzve këtë të qeshur me të parë. Mbase edhe se s'jam pak vite, nga 2018 the, po. Mirë, po duhet të jesh, besoj edhe duhet të jesh shumë prezent edhe publikisht edhe zakonisht ndodh me këta që janë nëpër televizione më shumë që i shikon në televizor gjithkohës, pastaj kur i shikon në rrugë të vjen kështu si për të qeshur. Ti e ke zgjedhur vetë këtë që qëndrosh në hije sa i përket hapësirës publike, intervistat i ke të rralla, daljet i ke të rralla, ndoshta mund të kishe tentuar në programe humori për të bërë diçka. Po s'më fton njeriu, po se çka kam zgjedhur unë. Sa i madh që është. E dua shumë të personazh. Pastaj këto programet këto si bëj dot, për shembull, çka që në Portokalli. Po nga e diti që nuk e bën dot për sa kohë nuk e ke provuar. Po sa aty duhet të kesh aftësi aktoriale, sa aty bëjnë personazhe më shumë. Ato se bëj, nuk është, edhe është komplet zhanër tjetër, domethënë nuk është për mua ajo. Nuk është për mua.
Ka nga ata që ndoshta thjesht e kanë gjetur veten, nuk Mirë, po edhe nuk e kam as vetë si dëshirë, domethënë që të jem në atë lloj formati. Okej, çështja e dëshirës pastaj është tjetër. Po, qëndron edhe kjo që nuk është se më kanë thënë që ora hajde provoj një herë. Që ftesë hap. Ne, ja. Jo. Shiko. Ja. Po nëse do kishte ardhur 10 vite më herët? Prapë se besoj, se gjithmonë kam qenë shumë i sigurt në vete që nuk e bëja dot atë gjën. Plus i vajte nga rroga, se po të më thoshin Ja, aty një shifër. Aty edhe dil. tenton një gjë që s'e ke provuar më E pa përpara. ajo zakonisht me sa kam dëgjuar atje fillon rroga normale, pastaj në bazë të suksesit E edhe pa rritet. pas hapje, në bazë performancës gjithmonë. Shiteri, unë të tentoj, nuk kam përtuar, domethënë, prandaj nuk kam. Prandaj s'kam qenë në portokallirat e kështu se kam përtuar. Le ta mbys. Megjithatë ky formati që ju kishit në Vision Plus deri para pak kohësh, mua më ka pëlqyer shumë personalisht. Po ai ishte i këndshëm. Ishit një kuartet aty, 4 veta, Quintet, se ishte edhe një Quintet. nga mbrapa që ishte vetëm zëri. që ishit Po ata që ishin shumë të bukur. që dukeshin ishin dy me flok, dy pa. Ishit kompozuar shumë bukur. Kërkoj ndjes Më nëse pëlqen. të duket kështu, po thjesht po Po bëj jo, më po s'ka marr. gjë. Të kërkoj ndjes nëse të bullizoj, po Pra, si format, po them mua më pëlqente shumë, domethënë, më dukeshe shumë in edhe brenda një formati televiziv ku ti ishe me zë dhe me figurë. Po ai ishte pak a shumë një i formë podcasti, po pak me rregulluar, me strukturuar, se ishte edhe me skenar të para përgatitur, fusim edhe video që edhe i përgatisim edhe me AI edhe më ishte goxha e strukturuar si emision. Jo, për të thënë që nuk je kaq shumë jashtë televizionit o burr, se thej që nuk Jo, janë jashtë aktrimit, jo. Okej, Se kështu për televizion të thaj fare, po kur duhet aktrim aty aty çaloj. E kuptoj. Çfarë mendon që i bën njerëzit më shumë për të qeshur nga ty? Vdekja, ha? Po shpresoj që kanë ca këndvështrime që s'para i pret zakonisht edhe më shumë i bën surpriza për të qeshur se sa fakti që janë gjëra kështu për Në një formë zbulojnë diçka një këndvështrim të ri. Të pranueshëm nga pjesa më e madhe apo ka edhe skepticizëm? Po, ata që e din çfarë lloj humori bëj është totalisht i pranueshëm. Ata që se din ka pak kështu reagime të shokuara, jo, po që nuk para e pranojnë. Pastaj kur e shohin, nëse e shohin 2-3 herë apo e bëhet pak më shpesh edhe qasja e tyre me humorin tim, pastaj e pranojnë edhe ata se çfarë do bëjnë në fund të fundit. Do pranojnë. Një jetë kemi. Jo, mua më pëlqeu se po shifja një nga këto stand-upet e fundit të tuat që dikush të çojë një dick pic edhe ishte fantastike edhe më pëlqeu shumë lirshmëria me të cilën ti e trajtoi, domethënë është një gjë që mund na ketë ndodhur të gjithëve, e kupton? Po tash të gjithëve na ka ardhur një dick pic në e kupton? Edhe fatkeqësi. Jo, më pëlqeu, se fatkeqësisht më shijova. Okej. Është një gjë që s'ndodh. Kjo gjë më pëlqen. Ky këndvështrimi që ka Besi. Po, nëse do kishe përballë vetes një të ri i cili ka shumë dëshirë të bëhet stand-upist. Tash një të ri që do të dërgoj dick pic. Asi çka këshillë mund t'i japun. Shikoj si do ta bësh foton kështu nga lart që të duket. Po flisim për stand-upist. Çfarë do t'i thoj? Çfarë të thënë stand-upist? Që do të çoj. Një të riu. Një të riu. Që të mos qesh më po. Po mirë ti pse janë sikletë? Okej. Nuk kam sikletë, më qeshet. Edhe kur më kapi qeshe, nuk e qeshme. Kur të kap hapi derën.